Çdo opozit do t'i kishte shfrytzuar skandalet qeveritare për ta rrëzuar pushtetin. Janë aq shumë akuza sa duhet një shtyre forte murit dhe bie krejt kështjella e mazhorancës. Dhe nuk janë skandale që i nxjerr media si investiguese, as akuza normale opozitare, që gjithsesi duhet kishin shkaktuar tërmet në mazhorancë. Është SPAK që po heton dhe po burgos drejtues kryesor në qeveri dhe mazhorancë. Është SPAK me një prapavi të fortë ndërkombëtare i cili po shkruan historinë e vendit edhe duke futur indirekt duart në politikën e vjetër, por që po ndëshkon për herë të parë ata që quhen të paprekshëm. Qeveria në një vend normal demokratik duhet kishte rënë pas gjithë këtyre hetimeve e arrestimeve, ose vetë kryeministri i drejtohej popullit me zgjedhje të reja të parakohshme parlamentare. Dhe kur nuk ndodh kjo, që pak gjasa ka që mund të shkohet drejt zgjedhjeve të reja, atëherë është opozita ajo që ngre popullin dhe detyron qeverin për t'u drejtuar sovranit popull. Por kur populli në masë të madhe nuk shkon ka opozitës, edhe kur përmullar nga pushteti, atëherë problemi tjetër mbetet se opozita nuk krijon besim, nuk është akoma alternativ pushteti. Por kjo krijon indiferencë, mungesë angazhimi i qytetar, shoqëria fillon e venitet, e keqja në të dyja kampet zë vendin kryesor dhe nuk ka shpresë. Edi Rama e di mjaft mirë se mazhoranca po dobësohet, ndonse ka 83 mandate. E di se edhe Berisha nuk është besim, shpresë dhe alternativ për opozitën që të krijojë hovë të ri. Ndaj Rama e thot jo pa qëllim se nuk jemi më të mirët, por më të mirë se ne nuk ka. Edhe nëse Ramës ja çon zotin mendje të shkojë në zgjedhje të reja për të shkarkuar rrufet e amerikanë që ka kapluar Tiranën, prap fiton. Nuk merr 83 mandate, por në rastin më të keq nuk del pa 74 mandate. Edhe sikur të futet nesër opozita me qeveri teknike që pak gjasa ka, prap PS fiton. Atëherë pse duhet të shkohet në zgjedhje të reja kur opozita nuk është gati edhe pas 12 vitesh që të rikthehet në pushtet? Unë e kam thënë në emisione televizive se për herë problemi është qeveria, por ka disa vite që problem mbetet edhe opozita. Duke u rikthyer protestës së mbrëmshme të PD-s, mund të them se kishte pjesëmarrje, por ishte vetëm pjesa militante e PD-s, nuk kishte shoqëri civile, nuk kishte socialistë të pakënaqur me qeverinë, nuk kishte nga ai elektorati gri që është vendimtar për ta rrëzuar kryeministrin Rama. Ishte protest karikuese për bateritë e rënuara të PD-s, edhe disi ja arriti qëllimit, por nuk mjafton kaq. Duhet popull, duhet frymë besim, ka nevojë për një alternativë që ngros zemrat e qytetarëve, se mund të jetë dikush që qeveris më mirë. Duhet që PD-ja dhe vetë Berisha të rishoh vitet 2004-2005 kur pas një shkatrimi total të vendit, popullia besoi prap qeverisjen PD-s duke rrëzuar kryeministrin Fatos Nano. Atëherë Berisha veproi me mjeshtri, pasion dhe krijoi alternativë pushteti më të besueshëm se ai i Nanos dhe rrëzoi. Ndërsa tani Berisha i lodhur dhe nga vitet mbi supe, mosbesues ndaj kujdo në PD pas pabesisë së Lulzim Bashës, i nominuar non grata nga SHBA dhe Britania e Madhe, i rrethuar me deputet që fshehin thikat në nastarin e xhaketës, ai nuk sjell më besim. Ka militant besnik, por nuk mjaftojnë. Berisha duhet mendoj për pasardhësin e tij në Selim Blu. Të mendoj për vetë PD-n, sepse nuk janë ata që ka rreth vetes sot PD-ja e së ardhmes. Lideri demokrat duhet të dalë mbi vetveten dhe të gjejë apo të gjejnë si Selim Blu kandidatin për kryeministër që nesër, nëse fiton zgjedhjet, ai ose ajo të jetë kryetari i PD-s. Ndryshe PD-ja duket sot unike, por nesër kur zoti të shikojë nga Selia Blu dhe nuk ka më sali, PD-ja coptohet 400 copash. PD-ja ka nevojë për të kopjuar vitet 2004-2005, natyrisht përshtatur me kohën e sotme digjitale. Aso kohë doktori përbashkoi demokratë e socialist, pavarur e të varur, të gjithë bashk. Ndonse kishte në koalicion që nuk e donin njëri tjetrin, por i bashkoi se kishte përballë një klik qeveritare të korruptuar. Ndaj nëse nuk e bën tani, opozita do shkojë nga protesta në protest, por pa njerëz të tjerë jashtë PD-s. Edhe vetëm me ushtrinë e sotme demokrate, Edi Rama fiton çdo betejë, edhe i plagosur.